Ishte vetëm 7 vjeçër kur për herë të parë me duart e saj që ndisi një shami. Artenca Kruja na tregon se si u dashurua me këtë pasion plot motive dhe ngjyra. Kemi qenë edhe në klasë parë, kur banim në një shami të vogël, kur e rrethonim me grep, dashte pa dashte dhe mësohet syni me të bukren, mësohet syni me nuancat, shef motivet e mrekullueshme. Edhe pse moda ka ndryshuar, përsëri ka dhurues të punimeve të dorës, si turist shqiptar apo të huaj, preferoj një punim dore në garderobën e tyre, duke qenë se ka një vlerë të veçantë për ta. Ka kënë një kërkesë pa me dojshin mallin për Shkodrën nëpërmjet bicikletave, ose veglat e muzikës, një lahut, një fyll, një atje i punum në çanta, shumë bukur, e bleshin me qef. Prej disa vitesh, Artenca prezantohet në aktivitete të ndryshme ku bien në sy punimet e saj të veçanta dhe është vlerësuar disa herë me çmimin e parë. Të marrësh vendet e para, është gjë shumë e bukur, sepse duket sikur tamam vlerësohesh. Jam mundu pra me prezantu në punimet e mia gjithmonë diçka të veçantë, diçka të re. Edhe pse sot 82 vjeçe, Artenca vazhdon të punojë me pasion, duke ruajtur me fanatizëm traditën e artizanatit shqiptar.